Mediat britanike janë rikthyer edhe një herë çështjes së emigrimit të rinjve shqiptar drejt Mbretërisë së Bashkuar. Përmes një reportazhi të gjatë, Daily Mail ka sjellë një panoramë të gjerë të qytetit verilindor të Cooksit, ku specifikon se adoleshentët ende nuk kanë hequr dorë nga ëndrat e tyre, pavarësisht se qeveria britanike po financon një program prej 8.4 milion poundësh për t'i inkurajuar ata të qëndrojnë në shtëpi. Sipas Daily Mail, pavarësisht fushatës së gjerë sensibilizuese që po zhvillohet në këtë zonë, varfëria dhe mungesa e punësimit po vijon të nxit largimin e të rinjve, teksa të vetmit që qëndrojnë janë të moshuarit. Dardani, një i ri 15 vjeçar, tregoi për median britanike se ai do të provojë mundësinë që të emigrojë drejt Anglisë pavarësisht kostos së lartë. Profesioni që do të ushtrojë do të jetë ai i elektricistit. Të njëjtin mendim dau dhe Fjoli Zhubi, një 17 vjeçar që është drejt përfundimit të një kursi 3 vjeçar për mekanik. Ai sqaroi se mundësitë për të gjetur një punë janë 50 me 50 dhe kjo gjë po e nxit të provojë shanset drejt shtetit ishullor. Sipas Daily Mail, shifrat zyrtare tregojnë se numri i shqiptarëve që kërkonin azil në Britaninë e Madhe u rrit në gati 16.000 vitin e kaluar. Një pjesë e madhe e tyre mbërritën me varka nga La Manshi. Por edhe pse dy qeverit kanë rritur bashkëpunimin për frenimin e emigracionit, kjo gjë do të jetë e vështirë pasi banorët e rinj të Cooksit këmbgulin se do të vijojnë të rrezikojnë dhe jetën për udhëtimin e rrezikshëm.